marrjes kutive të votimit dhe fillimi në orët e para të mëngjesit të ditës sotme të numërimit dhe u gjykua duke parë dhe dinamikën e numërimit që për shkak të lodhjes fizike dhe të një nevoje për një shplodhje aspekte njerëzore vendosi me shumicë votash që për disa orë edhe në respektim të kodit zgjedhor për mos u konsideruar një pushim i gjatë dhe të ndërpresi numërimin dhe të rifillojnë punën në orën 16:00 të ditës sotme. Ky është qëndrimi i tanishëm, sepse... Ky është vendimi i KZAZ-s. Ishin këtu, po. Dakor. Nuk ka lidhje fare me këtë fakt. Siç e theksuam në fillim, kjo ka të bëjë thjesht me pjesën e lodhjes, domethënë, është një praktike konsoliduar dhe në zgjedhjet e tjera. Përse nuk i zvendçoni numrin siç janë të lodhur gjatë procesit? Jo, kur thash lodhje, thash gjithë administrata zgjedhore, nuk e kisha këtu përfshirë. Po ju keni deklaruar gjatë gjithë kohës që procesi do të jetë i pandërprer. Njerëzit janë të ndryshëm, nuk janë njësoj, nuk është bazë krahasimore. Gjithsesi, ky është thelbi, kështu që ne ju falenderojmë për atë pjesëmarrje. Po pra, vendimi i KZAZ-s është që në orën 16:00 ne do kthehemi në punë. Zonja Veliu, a mund të na thoni ju si nënkryetare e KZAZ-s dhe përfaqësuese e Partisë Demokratike, numëruesit kërkuan kohë deri nesër në orën 8 të mëngjesit. Më pas përmes një komunikimi Partia Demokratike tha po rishikon mundësinë e rikthimit në orën 18. Tani mund të na sqaroni nëse në orën 16 që keni përcaktuar ju si KZAZ orarin, do të vinë numëruesit e forcës tuaj politike? Duke qenë se KQZ-ja kishte një orar limit deri në orën 18, ne propozuam, për shkak të lodhjes që tha edhe kryetari, që të gjithë anëtarët e KZAZ-s, numëruesit dhe vëzhguesit të paraqiten në orën 18. Nuk ram dakord, kështu që të gjithë anëtarët e KZAZ-s, numëruesit dhe vëzhguesit do të paraqiten në orën 18, ndërsa pala tjetër do të jetë në orën 16. Pra procesi i numërimit sepse ka në orën 16 dhe do të nuk keni një vendim të unifikuar. Ndërsa ne do të jemi në detyrë në orën 18. Kryetarja pati dhe një mendim pakice, u mor me vendime shumicë, kështu që besoj që gjëja është sqaruar. Pra që ta kuptoj opinioni publik, ju keni qëndrime të ndryshme në lidhje me orarin. Proces pastrimi po themi, po e shfrytëzojmë. Antarët e KZAZ-s dhe njëherë që të jemi të qartë. Antarët e KZAZ-s, të gjithë numëruesit dhe të gjithë vëzhguesit do të paraqiten në këtë KZAZ në orën 18. Është kjo një taktikë e Partisë Demokratike për ta zvarritur procesin? Jo, nuk ka sepse duhet të kishi gati zëvendësuesi? Jo, absolutisht nuk ka lidhje me taktikën, është thjesht një lodhje njerëzore. Personalisht, po do shplodhemi, kemi në detyrë, dhe jo vetëm unë, nuk jam duke folur këtu për vete, kemi në detyrë që nga dita e shtunë, kemi marrë gjitha materialet zgjedhore, kemi bërë shpërndarjen, gjithë ditën kemi qenë në terren, kemi qenë pothuajse në çdo qendër votimi, pastaj jemi kthyer në KZAZ ku kemi marrë në dorëzim të gjitha materialet dhe jemi të pandërprer. Po nuk bëhet fjalë ata të njëjtë unifikuar. Sepse këtu bëhet me votim, jemi 7 veta që votojmë, 4-3 dhe absolutisht që ky votim, sepse sekretari jonë nuk voton. Pyetëm kryetarin, zoti Neqo, në momentin që nuk paraqiten numëruesit dhe anëtarët e KZAZ-s së Partisë Demokratike në orën 16, ju çfarë do të bëni? Do të rini t'i prisni edhe 2 orë të tjera? Atëherë, jo, shiko, edhe një që siç e thashë në fillim, ne besojshim të qartë të dy edhe kryetari dhe zëvendëskryetari, ne do vim në detyrë sipas vendimit të KZAZ-s në orën 16 dhe do të kryejmë gjitha procedurat që parashikon kodi zgjedhor. Që janë proceset. Cilat janë stafin tim do të paraqitem në orën në të cilën unë kam votuar, pikërisht në orën 18 procesin e numërimit, në funksion procesit e numërimit, se s'ka proces tjetër. Po patjetër për të numëruar, vijimi procesit të numërimit pra. Dhe do të ndiqet të gjitha, patjetër e njoftuam KQZ-n. Cili është sugjerimi i KQZ-s? E njoftuam KQZ-n vendimin, tani do jemi në dinamikë në vazhdim. A mund të fillojë numërimi pa praninë e numëruesve të Partisë Demokratike? Edhe një herë, unë ju thash që ne do të paraqitemi detyrë në orën 16 dhe do të ndjekim të gjitha procedurat që parashikon kodi zgjedhor për procesin e numërimit. Kështu që ju falenderojmë, besojmë shumë të qartë. Pra ne nuk dim kur do të rrihet. Nëse kemi mirë kuptimin që edhe të mbyllim ambientin zgjedhor, ne do rikthehemi në orën të gjithë së bashku në orën 16. Kjo është vendimarrja e KZAZ-s 60, është ndërprer